Pas përfundimit të procesit të regjistrimit të listave shumë emërore dhe përcaktimit të renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve, KQZ miratoi në mbledhjen e së martës përmbajtjen e fletëve të votimit për zgjedhjet e 11 majit. Fletët e votimit do të kenë përmasa të mëdha, pasi në to do të përfshihen të gjithë emrat e kandidatëve për deputet, qofshin ata në listën mbyllur por edhe në listën e hapur për të cilën mund edhe të votohet. Madhësia e fletës së votimit përcaktohet nga qarku i Tiranës për shkak të numrit të madh të kandidatëve, rreth 539 emra për 11 subjekte zgjedhore. Por pavarësisht numrit të kandidatëve, u vendos që fleta e votimit të ketë të njëjtat përmasa dhe të njëjtin front në të gjitha qarqet. Për qëllim edhe të edukimit dhe të informimit të zgjedhësit, sepse fushata që ne zhvillojmë për edukimin dhe informimin është nuk e kemi ndryshe për Tiranën, ndryshe për Fierin, ndryshe për Kuksin, ndryshe për qarqet e tjerë. Përmasa e fletës së votimit do të jetë 58.3 cm me 29.7 cm në të gjitha qarqet. Në krye të fletës vendoset numri dhe sigla e subjektit zgjedhor, ndërsa poshtë emrat e listës së mbyllur dhe ndjekur më pas nga kandidatët e listës së hapur. Në këtë zgjedhje kandidatët do të shënohen me emër dhe mbiemër në fletën e votimit, në ndryshim nga zgjedhjet e 2021-shit, kur kandidatët u shënuan me numra. Fletët e votimit për 11 majin do të prodhohen në Sloveni dhe shpërndarja tek diaspora që voton për herë të parë nis 10 ditëshin e parë të prillit. Një ditë më parë KQZ hodhi shortin për renditjen e subjekteve nga ku rezultoi se Partia Socialiste do të ketë numrin 5, ndërsa koalicioni për Shqipërinë Madhështore i drejtuar nga Sali Berisha ka numrin 1. Gjithashtu komisioneri vendosi caktimin e 100 qendrave të votimit në ndërtesa private për qarkun Shkodër, Dibër, Berat dhe Fier, pasi ambientet e propozuara nga kryetarët e njësive të vetë qeverisjes vendore plotësojnë kriteret e përcaktuara në dispozitat ligjore dhe aktet e KQZ-s në fuqi.